Mos e ëngra prap sot unë pash lajmet. Do më falni ju të tjerë, po shikoni më se qa dëgjohet. Dash Sula, krye-inspektor në kryeministri, ngjitur me zyrë me Edi Ramën. Ky që para disa muajsh bëra ky pisi i Peqinit, PP-ja, që vajte atje krye pis. Ky që bëra një video para disa muaj kur ishin zgjedhjet që u vërdallis atëherë si porta në përbrek, që thash unë që nuk u afrua me Shqipëria bëhet. Ky pler, ky fundërin që ka bërë ligjërata kundër Edi Ramës, që ka mbrojtur opozitën, që u revoltua se opozita nuk kishte në atë të durën, ky tani shkon dhe merr detyrën, njeriu më i moral, njeriu më i pështirë. Po si ka më prit, dëgjoni pak, dëgjoni. Sula u prezantua sot si krye-inspektori i përgjithshëm, ish deputeti krye-pis, pisi i Peqinit. Raportin me kryeministrin Edi Rama, me të cilin ka debatuar shpesh në të kaluar ka debatuar, e punë e madhe. Ish deputeti i Partisë Demokratike, Dashnur Sula, mori zyrtarisht detyrën. Po mirë më, po si i bën dhe Zoti kështu ma sigur ka pjell nuse lala, shkë sa i qënje e shëmtuar, shkë që surrati është e ka pikturuar i moralitetin, po shtërsin si ata personazhet e filmave me spiun, personazhet e urryer të letërsisë botërore që janë paraqitur në përfilma. Shkë çar kafke, çar qenje, çar pislloku, ky pis atje, po çar pret më, po se nuk jam, se është teori raciste kjo, po jam ekspert e fizionomikës, të shpjegosh karakterin. Prandaj atëherë kur i bëra kritik para disa muajsh, disa nga ju thatë o Arjan, fole keq, ai është opozitar i vërtet, ai është zër, ka ngritur zërin ka qerë. Kush e ka ngritur zërin? Ky më që ushit, s'ka as burri, as këta plera që shiten për 5 lekë atje, po ai ka pjerdhur dhe nga mosha që duhet më dhe karriera. Që duhet më dhe karriera që do bëj tani, për çfarë i duhet, por i mbetet njeriu në fund të jetës, i mbetet një fytyrë, i mbetet një moral, i mbetet një përshtypje. Po, siç duket, ky pisi i Peqinit e pas ka shitur veten, jo e pas ka qenë i shitur që në fillim dhe ka bërë gam kod në parlament, se ndryshe nuk ka shpjegim tjetër. Po shikoni edhe pak, shikoni tani se çfarë thot. Në mesazhin e tij të parë si krye-inspektor, deputeti Sula zbuloi 3 shtyllat kryesore. O, kjo Shqipëria është nuk kanë të mbaruar. Ky do përkushtohet maksimalisht në kryeministri, garanton. Zdizë si ç'thot, biznesi i rregullës është s'ka zdizë ç'ato thot. Po mirë më. Akoma këto pislëqe, akoma sa ka nga këta mërë, si mund mos ketë njeriu moral, surat, cip, çdo lloj gjëje për para atyre që i njohin, familjarëve, për para fëmijëve të tij, për para, nuk e di nëse e rrojnë